Një rrjet pastrimi parash me vlerë miliarda dollar që operonte në Britani bleu aksione kontrolluese në një bankë të Kirgistanit për të lehtësuar shmangjen e sanksioneve dhe për të mbështetur luftën e Rusisë në Ukrainë, tha Agjencia Kombëtare e Krimit në Britani. Në një hetim ndërkombëtar mbi rrjetet ruse të pastrimit të parave, agjencia theksoi se po dalin në pa për masat e rrjeteve që kthejnë parat kesh në kriptomonedha, duke lidhur tregtinë lokale të drogës me krimin e organizuar dhe atë të sponsorizuar nga shteti. Institucioni britanik dhe departamenti të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në dhjetor të vitit të kaluar ndoqën dy rrjete, TGR dhe Smart, që sipas tyre përdoren nga të pasurit rus për të shmangur sanksionet. Sipas Londrës, këto grupe pastronin para nga trafikantë droge, kriminal dhe spion duke i shkëmbyer në kripto. Gjatë operacioneve globale, Agjencia e Krimit në Britani dhe partnerët e saj në vende si Shtetet e Bashkuara, Franca, Spanja dhe Irlanda kanë arrestuar deri tani 128 persona. Vetëm në Britani janë konfiskuar më shumë se 25 milion pound në para kesh dhe kriptomonedha. Departamenti Amerikan i Thesarit theksoi se kishte vendosur sanksione ndaj anëtarëve të grupeve që ndihmonin rusët të përdorin kriptomonedhat për të shmangur sanksionet e vendosura pas pushtimit të Ukrainës. Sipas agjencisë britanike, TGR ishte i lidhur me blerjen e një aksioni shumicë në Keremet Bank, një bankë në Kirgistan, e ndaluar nga Shtetet e Bashkuara. Departamenti i Thesarit informoi se shitja nga Ministria e Financave kirgize kishte për qëllim krijimin e një qendre që të shmangte sanksionet për pagesat tregtare ruse.